35 vite më parë, Zef Mesulin nga fshati Nënshat i Vaudesit nisi të merrej me vreshtari. Ai tregon se këtë zanat fillimisht e trashëgoi nga babai i tij, sot edhe fal subvencioneve e ka kthyer në një mënyrë jetese duke zgjeruar vreshtat në disa dynym. Unë jam nër fëmijë e babës që merr me këtë punë, se isha i malli rrisha afër dhe ai më mësoi mua këtë punë. To kena fillu me shesh të bardh, mandej pak më vonë është mjell vërnac. Mandej tash kena hyrë te Kallmeti se ka kanë tregu më shumë. Vjelja e parë ka mbaruar, tashmë ai pret që të nis vjeljen e rushit të mëvonshëm. Këtë vit, thot Mesuli, prodhimi ka qenë i kënaqshëm. Vjeljen e kena marru, se këtu te na është vetë stina që vjen më shpejt rushi. Edhe kena marru vjeljen e parë, presim edhe rush dytë, po kalum një verë shumë thatë, afërsisht rreth 60 ditë para shi, po rushi u bë shumë cilësor. Nga familja e tij, thot Zefi, jam fermeri i fundit që merrem me vreshtari, duke dhënë në këtë mënyrë një apel edhe për të rinjt. Ju bëj thirrje që me atë eksperiencë që kanë marrë atje, të kthehen në vendin e tyre, të bëjnë vresht. Kjo është një zonë shumë e mirë për vresht, shumë e mirë. Edhe pse jo, të lidhin edhe tregtime jashtë. Zona e Nënshatit, e njohur për vreshtarinë dhe kultivimin e ullinjve, përfaqëson një potencial të rëndësishëm bujqësor dhe ekonomik, i cili vitet të fundit është mbështetur si pjesë e zhvillimit të qëndrueshëm rural.